Shikues të nderuar, ju përshëndes, ja ku po ritakojmë edhe sot këtu në aktualitet për të folur për zhvillimet më të rëndësishme nga vendi dhe bota. Do ta nisim patjetër me zhvillimet më të rëndësishme këtu nga Tirana politike. Unë kam kënaqësinë të kem lidhje drejt për drejt me studion tim avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku si zakonisht. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dua ta nis fakt me çështjen e zëvendës kryeministres apo ish zëvendës kryeministres, se konsiderohet e pezulluar tashmë nga gjykata e posaçme Belinda Balluku në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ende nuk e ka marrë në shqyrtim, po themi, kërkesën e kryeministrit për të rrëzuar vendimin e gjykatës posaçme. Ishte vendosur spari për të shqyrtuar nga mbledhja e gjyqtarëve sot, por u shtyp për në datën 12 dhjetor, pra për ta marrë në shqyrtim këtë si çështje. Duket sikur ka një tension të madh, nëse do të spekuloni mund të thonim që mund të ketë edhe presion, megjithatë po ta lë ty analizën se pse po shtyhet marrja në shqyrtim e kërkesës së kryeministrit së pari. Së pari do të kemi parasysh që një rast i tillë është një rast shumë i veçantë për shkak se për herë të parë në historinë politike në vendin ton pas 91-shin, prokuroria e posaçme ose një prokurori e cila ka në atributet e saj të politikanët, pra për ndjekjen penale, shkon edhe merr një mas të tillë ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së qeverisë Rama. Duke qenë në këto kushte, gjykata kushtetuese e ka me vështirësi të marrë një vendimarrje kolegji me 3 antar. Pse me vështirësi? Sepse do t'i vi pastaj radha dhe vendimarrjes për pezullimin e GKK-s, pra për vetëm pjesën për sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres. Prandaj kolegji, përbërë nga 3 antar, vendosi që të gjithë praktikën dhe të gjithë atë që ne flasim çështjen e themelit, por edhe të pezullimit të GKK-s, t'ia çojë gjykatës, pra të trupit gjykues të përbërë nga 8 antar momentalisht, dhe ata të vendosin një për pranimin ose jo të rastit, për themelin, pra të shqyrtojmë apo jo, gjithashtu edhe për pezullimin. Duhet keni parasysh diçka. Për sa i përket ligjit të funksionimit të organizimit dhe rregulloris së kushtetutës, pra të gjykatës kushtetuese, duhet të keni parasysh që legitimiteti i kryeministrit nuk le vend për dyshim. Pra kryeministri do kërkoj atë që ka kërkuar, gjykata kushtetuese duhet të pranoj shqyrtimin e kërkesës së kryeministrit, sepse është në mënyrë taksative e normuar edhe nga ligji për funksionimin dhe organizimin të gjykatës kushtetuese dhe të rregullorës së saj, që kryeministri nuk mund të lihet në mëshirë të fatit dhe mos të merret nga trupa gjykuese të gjykohet në themel. Ajo që mendoj unë që më thatë për rastin pse shtyhet, është për rastin e pezullimit. A janë ban, pyetja duhet ishte pak më e ftohtë dhe më popullore, a janë ban antarëve të gjykatës kushtetuese të rrëzojnë reformën në drejtësi me pezullimin e GKK-s? Se gjithë pyetja dhe sekreti kush është i nderuar dhe të dashur miq? Çfarë? Sekreti ndodh ku? A janë ban kësaj gjykate e reformuar me plepat 2? Ndërkombëtar amerikan, kinezo-australian dhe na ka ngec reforma afrikane, a janë ata të gatshëm të pezullojnë? Unë mendoj që e gjithë loja do të luhet tek pezullimi i GKK-s dhe jo i shqyrtimit në themel. Sepse ju duhet keni parasysh diçka. Gjykata kushtetuese e mëparshmja, para plepave 1, para plepave 2, ka marrë vazhdimisht kërkesa të tilla dhe ka shqyrtuar në themel çështje të tilla. Pra do të thotë që nuk bëhet fjalë për shqyrtimin. Do të shqyrtohet patjetër se është taksative që kryeministri të vendit të lënë pikpyetje dhe të shikojmë që gjykata kushtetuese nuk e merr në shqyrtim. Po nuk do ta shqyrtojë në themel? Të normuar dhe detyruese. Nuk do ta shqyrtojë në themel? Jo, do ta shqyrtojë në themel. Por ajo që bëhet sekreti e gjithë kësaj gjëje është a janë ban gjykatës kushtetuese të pezullojë GKK-n, pra që të thotë që dështoi reformën në drejtësi. E gjithë situata është pezullimi, jo shqyrtimi. Shqyrtimi çfarë do të tregojë? Shqyrtimi do të tregojë a kemi të bëjmë me shkelje kompetenca apo jo?
në rast se po, cilat janë dhe këto do t'i gjejë gjykata kushtetuese. Por sekreti është për pezullimi nga detyra të zëvendës kryeministres. Pra, kemi të bëjmë që vendimi gjyqësor futet në kompetencat e kryeministrit të vendit, pra të pushtetit ekzekutiv apo jo. Dhe pikërisht këtë gjë e ka zgjidhur jurisprudenca e gjykatës kushtetuese nga 1993 e deri më sot me vendimarrje të saj të mëparshme. Pra është taksative dhe detyruese për trupën gjykuese me përbërjen momentalisht me 8 antar që të marrë në shqyrtim në themel. Por ajo që unë mendoj që do të bëj gjykata kushtetuese, sepse nuk jam ban, mendoj që mund të përdor një mekanizëm sekret. Kush është mekanizmi sekret? Okej, ju pranojmë të vini ta shqyrtojmë në themel, për vendimarrjen e pezullimit ju kërkojmë në një seancë tjetër. Hajdeni, na parashtroni me shkrim por edhe me gojë, çfarë konkretisht ju kërkoni të pezullojmë dhe pse ne duhet ta pezullojmë vendimin e GKK-s. Pra, në fund fare, gjykata thotë, pasi u binda nga digjesa e palëve për pezullimin e vendimit të GKK-s, vendosa, sepse unë nuk mendoj se gjykata kushtetuese do ta marrë vetë vendimarrjen. Pra, po e mori vetë do të thotë që kemi këtu një konflikt dhe po lind një konflikt. Një sekond, mos harrojmë që është gjithashtu në gjykatë të apelit, gjykatën e posaçme të apelit pezullimi. Ka çuar vetë zonja Balluku. Ka lidhje njëra me tjetrën fare. Nuk ka lidhje fare njëra me tjetrën. Pse nuk ka lidhje? A mundet që gjykata e apelit ta rrëzoj këtë masë sigurie? Po, gjykata apelit është gjykatë rishikuese të vendimit të shkallës parë. Dhe bën paki që ta rrëzoj dhe ta shpëtoj gjykatën kushtetuese. Flisim me shumë edukat juridike, flisim me edukat qytetare. A janë ban gjykatës apelit të afërmendësh të rrëzoj afërmendëshin? Se flasim për afërmendësh këto, nuk flasim këtu çështje juridike. Më fal, duhet të bëjmë një saktësim kur flasim të qytetarët. Kemi të bëjmë një defekt juridik apo kemi të bëjmë një praktik konceptimi, mentaliteti dhe në fund fare po të futën prangat je i denushëm. Këtu ka diferencë. Prandaj do ju them, rasti i zonjës Balluku do ta ndjeki si një e pandehur në shkallë të parë, në shkallë të dytë, në shkallë të tretë që gjykata e ligjit, gjykata e ligjit duhet patjetër të futet dhe të bëjë një interpretim të kësaj norme, a jemi apo jo në shkelje të nenit 73 të kushtetutës, gjykata e ligjit që është gjykata e lartë, që janë ato plepaxhit që futen, mos them si futen, por gjithsesi plepaxhit të tjerë që futen edhe ata me parti, dhe pastaj gjykata kushtetuese, e cila interpreton vetëm për subjektin, pra Belinda Balluku. Pastaj, tek neni 131 të kushtetutës, kryeministri legjitimohet po nga kushtetuta. Pse legjitimohet kryeministri po nga kushtetuta? Sepse ku kemi të bëjmë me konflikt midis institucioneve kushtetuese, kryeministri në nenin 134, mos gaboj, të kustetutës pasi vjen presidenti i Republikës, kryeministri. Pra janë dy subjekte të cilët legjitimohen në çdo moment i drejtojnë gjykatës kushtetuese për mosmarrveshje. Dhe pikërisht e këti të gërma që mos gaboj tek neni 131 që kur kryeministri konstaton që një autoritet tjetër institucion kushtetues ose një pushtet tjetër ndërhyr në kompetencat e tij, vetmja gjykatë që është gjykata kushtetuese që interpreton. Dhe nuk ka se si kryeministri të zbresin në tokë dhe të shkojnë në gjykatë në shkallës parë, shkallës dytë. Pse? Sepse pikërisht kryeministri është senuar për shkak të detyrës nga një njoftim që është bërë, që është marrë një vendimarrje nga gjyqësori, pra nga dy pushtete të ndryshme që zëvendës kryeministri e tij është e pezulluar. Dhe pikërisht këtu duhet keni parasysh ju që kemi të bëjmë me 3 kushte. Kushti i parë që kemi të bëjmë me 2 pushtete të ndryshme, kushti i dytë është që është deklaruar përfundimisht vullneti i njërit nga pushteteve që ka dalë me vendimarrje, dhe e tretja është që ai i cili thotë që është e imja kompetenca, nuk është e jotja, ti bëj çfarë të dua zëvendës kryeministrit, duhet të jetë në sferën e kompetencave të tij në normat kushtetuese.
kush janë normat kushtetuese, shkojmë te neni 95, 96, 97, 98 të kushtetutës dhe thot, zotri, Këshilli i Ministrave përbëhet nga kryeministri, zëvendës kryeministri dhe ministrat dhe unë jam ai që emëroj dhe shkarkoj. Qartë. Mirë, do vazhdojmë të flasim pak për reformën drejtësi, po pak më politikisht tani. Nuk e di nëse ti e ke ndjekur dje, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ardhur mesazhe shumë të forta nga Kongresi Amerikan. Në dëgjesën e fundit pra të djeshme të Komitetit për Evropën në Kongresin Amerikan, avokat Keith Self deklaroi se reforma në drejtësi në Shqipëri ka prodhuar një krizë të thellë funksionale, duke grumbulluar mbi 200.000 çështje të pazgjedhura dhe duke krijuar vonesa deri në 15 vjet. Ndërkohë, një tjetër, Edward Joseph deklaroi se pluralizmi politik në Shqipëri ka rënë dhe se reforma është përdorur për të dobësuar kontrollin demokratik. Si duhet t'i lexojmë ne këto deklarata të forta që vijnë nga Amerika edhe në kuadër të çështjes për të cilën jemi duke folur? Pra, po e them, jo të çështjes Balluku si çështje e drejtësisë, por të përplasjes së kryeministrit me drejtësinë. Shiko, përplasja e kryeministit me drejtësi është edhe pak kontradiktore, për arsye se kur u arrestua zoti Veliaj, shpatën ta dhash. Kur është proceduar zonja Balluku, shpata nuk është te ky Altin Dumani. Pra, këte nuk e kam thënë unë, e ka thënë kryeministri i krenaruar për reformën në drejtësi dhe i shumë gëzuar për mënyrën se si zoti Veliaj u procedua dhe mos ju them rastin më ekstrem se si u procedua zoti Berisha dhe zoti Meta në mënyrat të cilët i kemi parë të gjithë në mënyrë publike. Pra, këto reagimet të këtyre institucioneve apo të këtyre përfaqësues të popullit amerikan tregojnë qartësi që reforma në drejtësi në Shqipëri nuk është se është ashtu siç duhet të ishte, por është ashtu sepse është porositur që të ishte në këtë formë që sot Partia Socialiste të ketë 83 mandate, sepse në një vend normal me kaq shumë korrupsion që thuhet dhe me kaq shumë statistika që thuhet, zoti Rama nuk më duhet të merrte 83 mandate, duhet populli jon ta ndoshkonte. Se kjo është fakt, pra ti nuk mund të gëzohesh sepse ky po fut në burg njerëzit e tij, sepse këta pas kanë hëngrë pas këtit dhe ky nuk që ka javë të kuptojnë që mbrapa këtit pas kanë hëngrë këta në mënyrë të padrejtë. Pra është e çuditshme, thjesht edhe kur e lidh duke folur, thua, o vlla, diçka nuk po e thua mirë sepse nuk shkoka. Që do të thotë, situata që ne jemi sot është e faktuar që vetë ndërkombëtarët serioz që kanë një maturi të seriozitetit të tyre, sigurisht tregojnë që shiko, reformën e keni bërë për të goditur sistemin demokratik dhe politik bërë në vend, sepse nuk ekziston një sistem juridik pa politik. Pse? Sepse nga kuvendi vijnë normimet e drejtësisë, që do thotë ligji del nga parlamenti, vendimet dalin nga gjykata. Gjykata respekton vendimarrjet e parlamentit. Pra do të thotë që ne si shoqëri duhet kuptojmë qartësi që gjithë sistemi hierarkik i cili shtrihet në aspektin që flasim gjithmonë të normimit të ligjit vjen nga parlamenti, nga politikbërja dhe prandaj vin ndërkombëtarët dhe thënë, na fali, ju bërët reform për të dështuar apo reform për të përmirësuar gabimet e reformës së mëparshme. Dhe pikërisht këto deklarata tregojnë qartësi që dikush ka marrë flamurin amerikan dhe europian, e ka keq përdorur që në fund fare këto dështime t'i faturohen shteteve respektive dhe jo individëve. Se kujdes, kush është sekreti? Se nesër kur të thuash ti moj Juri Kim, hajde këtu moj. Po çfarë thonë ti budalliqe nga mes deri në darkë? Se kështu e do popull aty që e kupton. Se po të them edukacion. Jo, qartë, kuptoj. Nga ambasadore karriere përfundove një në sektorin privat dhe sot Sali Berisha është kryetar partie dhe deputet. Pra pavarësisht është i proceduar nga ajo që i kishte manuali ti që duhet të godisje Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Prandaj e kupton në cilën aspekt e them, që populli duhet ta kuptojë që kur këta ndërkombëtarët bien ndesh me njëri tjetrin, ore mos do thotë që dikush pas ka bërë diçka që ty ta heqi mendjen në atë aspektin që thotë derisa që ka ndërkombëtar që ka diçka e pastër. Pra duhet kuptoni këtë gjë.
po shkëlqeu diçka, nuk do të thotë që është flori, as diamant. Do ta provosh që është apo jo. Do të bëj një pyetje, a ka ndryshuar qasja e SPAK-ut në raport me qeverinë dhe me kryeministri Rama, sepse kjo është ajo që diskutohet. Jo i nderuar, zoti Rama do të jetë viktim e rastit Balluku. Kur zoti Rama nuk do të merret si autor. Autor do të merret zoti Rama, kur Rama do të vendosë dhe do të thotë atyre, jam gati të përballemi si burrat. Tani nuk e di politika ka fjalin burrash apo ka, sepse në politikë ke burra, të kesh të sigurt, ke me dy rë, a kupton, ke burra të rëndë, a kupton. Por tani është në proces, shiko, është në strategjinë e çdo politikan se si e përdor politik bërjen. Ke politikanë të cilët i mbajnë në ja4, edhe i ke duke vendosur kundër Shqipërisë. Tani unë s'nga ta di këtë gjë, pse di? Unë dyshoj. Qartë. Pra është çuditshme që ti për shembull të kapi Mogherinin, fajin se ke ti, dakord me ty jam. Po si ka mundësi ajo të kapet për Do vim te Mogherini. Do vim te Mogherini, do flasim. Po para se të shkojmë, pa çon pak sepse e di po do të flasim, jam dakord me ty. Po nuk mundet edhe Mogherini, edhe Veliaj, edhe njëri, edhe tjetri, si diçka nuk më shkon mua, prandaj faleminderit. Para se të shkojmë te Mogherini, dua të flasim pak për, po e them kështu, në kuptimin simbolik, për telenovelen e re politike në Shqipëri që ka plasur në Partinë Demokratike, mes foltoreve të zotit Berisha, apo mes zotit Berisha dhe foltoreve të zotit Saliani me grupin siç e konsideron ai më të votuarve nga Partia Demokratike. Ishin deklaratat e forta të Berishës dje, sot për takimin e dieshëm në Durrës të Salianit, nga ana tjetër ka pas edhe Saliani deklarata të forta, duket se tensioni do të vinë në rritje mes këtyre dy figurave politike, duket se kemi një përçarje në Partinë Demokratike, po që unë nuk e kuptoj nëse është një përçarje që do të prodhoj politik më të mirë, do të prodhoj një Parti Demokratike më të hapur dhe më të mirë në fund të kësaj, apo është diçka, po themi, që do ta zhys më tej Partinë Demokratike, apo është e orkestruar. Tani, cilët nga këta skenar ti beson dhe si do duket kjo? Shiko, unë nuk dua të paragjykoj dhe nuk dua të jem një paragjykues i nismës. Thjesht vetëm dua të them që është momenti i reflektimit. Pra të thotë që edhe për mua që analizoj një situatë, reflektoj, po thjesht në vija të përgjithshme dua t'ju them që vetmja parti politike në vend që prodhon qartazi, dialog, debat, demokraci të brendshme quhet Partia Demokratike, pavarësisht se ti mund të kesh një ide për Sali Berishën nga më të ndryshme. Por fakti konkret është ky. Për sa i përket Partisë Socialiste, i nderuar, po të njoftoj që Partia Socialiste nga 2013 e deri më sot është e vdekur jo në aspektin vetëm politik, por edhe juridikisht që është një parti e cila flet vetëm një, sepse ajo gjithmonë ka në databazën e saj, por edhe në atë që flasim, në trashëgiminë e saj kulturore, politike, diktaturën e liderit të një që kanë pasur edhe kanë akoma në memorinë e tyre. Pra, duhet keni parasysh që Partia Socialiste juridikisht, politikisht, në funksionin e demokracisë ka vdekur, sepse dikush kur i thua që demokracia duhet të mbrohet dhe partitë politike duhet jenë demokratike në vetvete, thotë, si do jemi në Saliu? Pse? Sepse në kulturën tonë mendojmë kur flasim Parti Demokratike, ai mendon se thua për Saliun, por ne flasim për sistem demokratik që duhet edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike, edhe partitë të tjera. Pra në funksion në raport të drejtë me qytetarin, militantin, që partia të ketë gjallëri. Çfarë janë partitë politike? Gjallëria e shoqërisë që përcillen nëpërmjet rrugës së parlamentit. Ku t'ia thuash këto gjëra, aman? Lodhemi t'ia themi, po duhet t'ia themi gjithmonë. Patjetër. Po si do duket kjo lëvizje e Salianit? Është një lëvizje e cila ka ndezur një flak, por uroj që flaka mos të mbetet në tentativë dhe në fund fare të shuhet.
sepse më kujton rastet e Lulzim Bashus, i cili dizte flag dhe në fund fare shkonte dhe bënte, e mbani mend ju, marrëveshjen e 2017-s edhe shumë marrëveshje të tjera. Prandaj ju them që situata që ne jemi sot është një situatë e pranueshme që në një subjekt politik duhet të ndodhin këto ngjarje, por duhet të mendojmë edhe ta mbajmë pak si rezervë, është një ngjarje faktike interesi për të bashkuar Partinë Demokratike dhe për të hapur Partinë Demokratike, apo do të jetë një ndër rastet të cilët mund të kemi ndonjë plan B. Nuk e di dhe nuk dua të futem në planin B momentalisht. Po si lexon ti deklaratat e zotit Berisha që thotë që kjo që bën Saliani, që shohim edhe në ekran aty, është agjend personale. Pra patjetër se në politik po unë nuk futem për agjendën personale dhe pastaj ta konvertosh në agjendë kolektive, për çfarë futesh ti në politik? Për çfarë futesh, për të bërë prifta për Hoxh? Edhe Hoxha dhe Prifti futet në punën e vet, çështja është që a është kjo parti që lejon fraksionet, a është kjo parti që lejon mendimin ndryshe, se kjo është Partia Demokratike ka lejuar vazhdimisht dhe ju duhet ta dini shumë mirë që Partia Demokratike e ka lejuar, por çfarë kanë bërë disa individë të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike, mos themi emra, po themi cilësit. Ish ministra drejtësie, ish deputet, ish antar KLD-je, e mani men, gjithë këta, çfarë bën? Përfituan nga Partia Demokratike dhe sot çaj këti analista më të mirë, më të rregull kundër Sali Berishës. Po pse mos zotrote nuk ja thuje Saliut, atëre kur ishe nga mrapa Saliut dhe ishe Suza, pra ishe ço ulu. Pra e kupton tani, edhe vjen sot edhe thua që Saliu ose ky ka qenë i keq edhe ai me tradh. Pra do thot që situata është që ata individ kanë zgjedhur qëllimisht çfarë? Të godasin Sali Berishën në këtë formë. Unë e mirëpres këtë nisëm, po inshallah dhe uroj mos jetë një zjarr i cili të fiket. Do të më zhgënej totalisht kjo gjë. Qartë. Meqense ti nise të flisje për Federica Mogherinin, unë aty dua të ndalim tani si çështje të fundit. Për ta kujtuar, ajo u ndalua dhe pas 48 orësh është liruar sërish nga autoritetet belge në lidhje me dyshimet për mashtrim, korrupsion dhe konflikt interesi në menaxhimin e fondeve për Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian. Pra, sipas burimeve hetimore, kontratat e dhëna nga Kolegji i Evropës atje në Belgjik, në Bruksel, pra dyshohet se janë favorizuar në mënyrë të parregullt. Çfarë na tregon kjo për zyrtarët evropian, të cilët kanë lobuar shumë fort për politika të ndryshme në Shqipëri dhe në Kosovë? Të mos harrojmë, Federica Mogherini ka qenë ndër zyrtarët e Bashkimit Evropian që ka lobuar, ndoshta edhe jo haptur, për atë situatën e mban mend ti të ndarjes së Kosovës. Unë do të thosha diçka tjetër përveç këtyre që ti parashtrove me të drejtë dhe nuk dua që të komentoj këto që the ti, sepse nuk dua që të heqin vëmendje njerëzit nga ato fjalitë e tua, po dua të parashtroj diçka tjetër në aspektin politik dhe juridik dhe shtetit së drejtës në dy vendeve, Belgjikës dhe Shqipërisë. Pra, Belgjika të merr me gjithë këto akuza dhe të liron pas 10 orësh. Po. Shqipëria të bën statistik. Belgjika që ka në Bashkimin Evropian apo sovjetik? Është kryeqyteti i Bashkimit Evropian. Jo, se nuk e di, se gjeografin nuk e di në gjithë, ku di ti, pse dim, kemi probleme edhe me gjeografin në Shqipëri. Pra do të thotë që ne po aspirojmë drejt asaj rruge. Kjo u akuzohet për gjithë këto veprat, ndërsa ne përdoremi statistikisht për të thënë që kemi përmirësuar rolin tonë, sepse çfarë? Kemi fut njerëz në përburgje. Kjo e para. E dyta, e mbani mend zonjën Mogherini, e cila ishte komisioner dhe vinte dhe thoshte sot do hapen negociatat, nes do hapen dhe çdo vit shtyje, në fund fare u hapën. Pse u hapën negociatat? Sepse plasi lufta midis Rusisë dhe Ukrainës. Than hajde tani Ukrainë dhe ti, tani çfarë them Shqipërisë, hajde dhe ti, sepse na plasi lufta këtej. Tani e mbani mend ju. Prandaj u them që jo çdo gjë që shkëlqen është Florin. Dhe jo çdo i huaj punon për veten e shtetit të tij. Po punon për veten e tij dhe në një raport të dytë shtetit vet. Po, do punonte.
Por ajo që ju duhet të duket e çuditshme, Mogherini dhe Kos janë dy raporte shumë të bukura. Në rast se prokuroria e Belgjikës, që është në Bashkimin Evropian, se për ata që mund të mendojnë që është në Bashkimin Sovjetik është gjë tjetër, le ta mendojnë, të hetojë në rast se ka indicie apo komunikime midis Mogherinit dhe Kos, në dim të pse erdhi deklarata e saj dhe tha që në Shqipëri janë bërë zgjedhjet të ndershme, të lira, Se mendojnë që mund ketë pas komunikim, po thua? Ka indicie? Ka, unë them e raportoj si fakt që të hetohet, nuk them që ka. Sepse unë nuk jam nga ato analistë që them Amerika, do të thonë 100 veta këtu, FBI-a ashtu, CIA këtu, këton. Mos ta degenerojmë situatën. Unë them, a ka hetuar? Po në rast se nuk ka hetuar, të hetoj. Pse? Se të gjithë jemi të hetueshëm, pra na hetojnë, po të përpaktën të gjejnë prova, jo indicie, jo duke konvertuar, e kupton zotëri, influencën si vepër penale. Vetëm spaku e bën këtë. E ke gruat e burg, korrupsion pasiv. E ke dhëndër atë burg, korrupsion pasiv. Kjo është e rrezikshme. Prandaj flas për zonjën në fjalë, të hetohen të gjitha. Dhe në rast se ka komunikime, të zbardhen, të gjykohen në Belgjik dhe të dënohen. Janë të përfshirë zyrtar shqiptar, të arrestohen dhe jo të gëzojnë imunitet, edhe të harrojnë edhe që ekziston edhe Bashkimi Evropian, se kanë gjithë këtë kohë që kanë harruar që ekziston Amerika. Kur dikush shkon në Amerikë nga mes deri në darkë dhe na bënin foto nga Amerika. Prandaj them që ne si shoqëri duhet ta përpunojmë materialin që na jepet dhe të bija atë të bëjmë atë që duhet, çfarë të kërkojmë të vërtetën dhe të drejtën dhe jo interesat e atyre që mbi pasurohen me lekët tona dhe korrupsioni shkon lart e më lart. Shpresa e Bashkimit Evropian nuk kupton vetëm të drejta, edhe detyrime. Kishe 3 shtëpia, kur shkosh në BE, me zor me 1 do kesh. Ke 1 me zor, atëherë kur shkosh 0. Prandaj qytetarët duhet ta kuptojnë flakën. Jo shkojmë në Bashkimin Evropian se nuk do marrim leje qëndrimi. Kur shkosh në Bashkimin Evropian, edhe do marrësh leje qëndrimi, edhe do të kesh procedura leje qëndrimi pavarësisht se je shtetas të Bashkimit Evropian. Se jemi jo i një sovranitet, jemi aleancë sovranitetesh në Bashkimin Evropian. Se shqiptarët mendojnë se në Bashkimin Evropian do hapen dyert atje, do thënë, hajde më shqiptarë se po të shtroj tapetin e kuj se po prisi aty të vije. Jo, sigurisht po, sigurisht që jo. Jo, ti mund ta thuash atë, një pjesë e shqiptarëve kështu mendon. Thotë sikur Bashkimi Evropian thotë Brukseli, aman po hajdeni dhe ju sepse kemi kaq shumë nevojë, sepse jeni dashuria jon, dashuria më e madhe, më e papam. Po nuk është kështu Bashkimi Evropian. Nuk është Bashkimi Evropian dashuri korrupsioni ose dashuri filmash. Është detyrimesh zotëri. Pagon sot 1.000 euro. 5.000 euro. Pagon sot 100 euro. 700 euro. Si do dalin këto? Me politika. Po jo politika rrit korrupsionit vit bëj deklarata ai tjetri këtu, Shqipëria po avancon. Ç'a po avancon? Këtu ne korrupsioni është vuan lart, është bërë mal, Everest është bërë, ato vinë edhe na mashtrojnë ne. Ç'a bën ata? Ne rrim këtu, ata ikin, ndryshojnë karrike dhe ikin. Mogherini ç'a bën në Tiranë? Turistën e kanë në Tiranë. Turistën zotëri. Ti e di çai ka ato deputet që erdhin sa mashtrues këtu, nuk themi emra. Vinin eurodeputet këtu, mos themi ne emra. E di çai ke me ojo fëj ke në Tiranë sot. Qartë. Po qartë, ta di shqiptarët e gjë. Po se shqiptarët mendojnë se vinë këta të huajt, këta që kanë të gjithë shenjtor, ne që kemi djallim, ne që kemi të korruptuar, ne që kemi hajdut, ne që kemi kriminal, ne që duhet prodhojmë statistika. Jo, nuk është kështu e vërteta. Edhe ata kanë të korruptuar. Po e di pse kanë të korruptuar? Se kanë këta tanë këtu që i korruptojnë. Se mos t'ishte ky joni ti thosh ka kena lek këtu nga bandat, nuk bëjnë deklaratat ata atje. Se ata do thënë në fund fare, nuk e futëm në burg sepse ky tjetër do të jetoj 100 vjet në pushtet, se ky popull mendon se do vi ajri nga jashtë të thotë, hajde ndryshoni ju, votoni ndryshe tani. Prandaj duhet të ndërgjegjësohemi si shoqëri, edhe të pranojmë kritikat. Në rast se nuk pranojmë kritikat, nuk ndryshojmë si shoqëri. Do mbetemi gjithmonë ashtu siç jemi. Vegën e me ignorancës juridike dhe ignorancës së mashtrimit publik
nga ndërkombëtarët të cilët marrin një flamur nga mrapa, edhe këtej faturojnë, marrin miliona nga mrapa. Qartë. Avokat, të falenderoj si zakonisht për bisedën edhe për opinionet. Edhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj dhe uroj që qytetarët të kuptojnë të vërtetën dhe të lejnë me një anë emocionin partjak. Politik le ta kenë, po jo partjak. Duhet të kuptojmë që Shqipëria është e shqiptarëve dhe nuk është pronë e askujt tjetër përveç ne. Ne duhet të mendojmë që të shkojmë në Bashkimin Evropian, po jo duke u mashtruar. Duhet të kërkojmë të shkojmë në një bashkim me të drejta të njëjta dhe të barabarta dhe të njohim ku po shkojmë dhe çfarë kontrate do të nënshkruajmë. Se përndryshe fatura do t'i vijë çdo qytetar dhe pastaj do kërkojmë ujin për të fikur zjarrin, por zjarri do të na ketë kapur, do të na ketë dërguar larg qoftë, por ne duhet ta parandalojmë këtë fakt. Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Ishi me avokat Gylsen Zhlimën, folëm për disa çështje të aktualitetit të ditës dhe të zhvillimeve të pritshme, vetëm pas pak rikthehemi për bisedën e dytë këtu në studio. Mirë, në këtë bisedë të dytë në fakt do të flasim për zhvillimet ndërkombëtare, ato të fundit më të rëndësishmet nga Ukraina, po në fakt edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam kënaqësinë që të kem lidhje të drejtë për drejtë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Marlin Dlaçi. Marlin, të përshëndes dhe faleminderit që jemi së bashku. Egon, faleminderit për ftesën. Dua të komentojmë pak së bashku dështimin e takimit në Moskë mes të dërguarit special të Trumpit, Steve Witkoff, dhe presidentit Trump në lidhje me planin për përfundimin e luftës në Ukrainë, si edhe atë se çfarë pritet ti, si e ke parë këtë, po themi? Faktikisht, lëvizjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës për dërguar një ndër negociatorët e saj më të rëndësishëm si Steve Witkoff në Moskë është një hap I cili tregon qartë që Donald Trump kërkon mbylljen dhe ndalimin e kësaj lufte tashmë që pothuajse ka rreth 4 vite që zgjat. Sigurisht që ishte një hap I rëndësishëm për treguar se Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë paqe në një rajon me rrezikshmëri të lartë të ndërluftimeve që rrezikojnë për hapën edhe në Europë, por që dështimi I kësaj marrëveshje apo I këtij raundi negociatash midis Washingtonit dhe Moskës në raport me Ukrainën dështoi për arsye sepse Rusia mban ende lart stekën e kërkesave maksimaliste të saj në lidhje me Ukrainën. Dhe sigurisht nga ana tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë hapa mbrapa për sa I përket diferencimit midis epokës Biden dhe epokës Trump. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pranuar në një farë mënyrë edhe koncesionin në lidhje me lëshimin e territorit Ukrainas drejt Federatës Ruse, gjë që do sillte një rrezikshmëri të jashtëzakonshme në Europë dhe përkatësisht në Ballkan me kontestet kufitare që kanë qoftë Bosnia, por qoftë edhe Republika e Kosovës me Republikën e Serbisë, por që duket ende largët koha kur do kemi një paqe finale në midis konfliktit Rusi dhe Ukrainë. Në fakt, Zelenski është shprehur vazhdimisht kundër koncesioneve territoriale ndaj Rusisë, pavarësisht se në terren situata duket goxha në favor të Rusisë, le ta themi këtë. Çfarë do të thotë, po themi, dështimi I këtyre bisedimeve I kësaj marrëveshje deri tani të paktën për Ukrainën dhe për Zelenskin? Ti si e lexon, po them, të ardhmen? Sigurisht që për Ukrainën dhe për president Zelenski është një kohë tepër e vështirë për sa I përket edhe çështjes të ndërluftimeve në terren, patjetër që është, le të themi, Ukraina dhe populli I Ukrainës është pala e dëmtuar dhe pa diskutim që duhet të jenë në ballë të tavolinës në raport me negociatat për përfundimin e luftës në shtetin e tyre. Patjetër që Rusia ka një avantazh në terren, për aq kohë sa dhe ndihma amerikane në ka ndaluar pothuajse 100% po shkon me pikatore drejt ushtrisë ukrainase dhe pa diskutim pa aleatin e saj më të madh që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ukraina ka një pamundësi për ta vijuar luftën me ndihmën europiane, për aq kohë sa edhe Bashkimi Evropian ndodhet në një letargji militare, le të themi, dhe për këtë arsye më të sikletosurit në këtë mes patjetër që janë pala ukrainase dhe sigurisht nëse nuk ulen në tavolin e bisedimeve, patjetër që Rusia do kafshojë çdo ditë më tepër apo do okupojë çdo ditë më tepër terren nga terreni sovran, duhet theksuar, nga terreni
i një shteti sovran siç është Ukraina, neve duhet t'i përmbahemi parimeve të drejtës ndërkombëtare, jo vetëm për faktin që mbajtja e anës apo qenia pro koncesioneve territoriale sigurisht që dëmton edhe çështjen tonë kombëtare, por aq posta neve si shqiptar kemi një çështje të pazgjedhur kombëtare dhe sigurisht që kaja historike që do marrë lufta në Ukrainë do ketë edhe një feedback tepër të idhur në rast se ndodh ky koncesion dhe ky legjitimitet i ndryshimit të kufive Manforcës, do ketë një feedback tepër të idhur edhe në rajonin e Ballkanit. Po them, ndërhyrje e shkurtër sa i takon rolit të Turqisë gjatë këtyre negociatave, gjatë këtyre bisedimeve, nëse ti ke informacion. A është Turqia e shqetësuar që po themi kjo marrëveshje ka dështuar dhe kjo luftë nuk po përmbyllet duke qenë se Rusia është në avantazh? Turqia është e shqetësuar vetëm për një fakt për influencën që do vi post luftës. Domethënë influencën ruse që do ketë pas luftës në detin e Zi Rusia, sepse duhet thënë që influenca kryesore e detit Zi është influenca turke dhe patjetër që në rast se Rusia avancon dhe shkon drejt qytet portit më të madh të detit Zi, siç është edhe qytet porti i Odesës, atëherë do ndryshonin këto balanca dhe në aspektin afatgjat midis raporteve që hera herës kanë qenë edhe të acaruara, kjo për shkak të historisë të dy perandorive, apo themi janë dy popull që përfaqësojnë dy perandori dhe qoftë edhe dy presidentët qoftë edhe presidenti rusi Putin dhe presidenti Erdogan, le themi kanë një farë teze të cilat duan të krijojnë një zonë influence kudo ku është shtrirë edhe përkatësisht perandoria e tyre. Dhe në këtë aspekt në favor të Turqisë është që të ketë një paqe solide për shkak të interesave që ka Turqia. Detin e Zi, mos harrojmë që një anije ruse është goditur pranë ngushticës së Bosforit. Është një incident tepër i rrezikshëm. Ditën e djeshme mos gaboj, apo jo? Kjo anije është goditur pothuajse në territorin turk. Mos harrojmë që ka patur një incident të ngjashëm në vitin 2017 me rrëzimin e një avioni Sukhoi rus në kufi në kufit lindor të Turqisë dhe hera herës ndizen edhe këto diskutime apo edhe këto precedente, të cilat janë tepër të rrezikshme, por roli i Turqisë që në fillim në këtij konflikti ka qenë hapur në raportin e saj me Ukrainën, një vend i cili le themi aleatët e saj i sheh përtej lindjes, i sheh në perëndim, i sheh në NATO. Për këtë arsye është financuar edhe apo është furnizuar edhe me drona bajraktare nga Republika e Turqisë, por nga ana tjetër nuk i ka mbyllur derën as Rusisë, pra ka lënë një derë hapur si një vend i cili mund vendosë ekuilibrat qoftë në rajon, por qoftë edhe në ndërluftim. Unë duhet të ndalem pak tani tek deklarata e Putinit në lidhje me Evropën. Nëse Evropa kërkon luftë, Rusia është gati. Në fakt, duket sikur presidenti Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mënyrën se si po kërkojnë të arrijnë një marrëveshje me Rusinë për Ukrainën, po e lënë në fakt Evropën të zbuluar përballë Rusisë. Ti si e ke analizuar këtë marrëveshje? The pak më parë që Evropa është në një letargji ushtarake. Egon, do të kuptojmë që diplomacia është shprehje e koncentruar e historisë, ashtu siç është edhe politika shprehje e koncentruar e ekonomisë. Po përdorim një, le të themi, postulat tepër të vjetër në këtë raport dhe do të hyjmë të lexojmë historinë gjatë dy luftrave botërore. Amerikanët dhe rusët realisht kanë qenë aleat, paktën në luftën e parë botërore në kuadër të Antantës dhe në luftën e dytë botërore në kuadër të aleancave kundër aksit e Rom-Berlin-Tokyo. Dhe duhet kuptojmë që të mëdhenjtë të gjejnë gjuhën e përbashkët për zgjidhje dhe problemeve kur janë përfshirë në ekuacion edhe kombe më të vegjël dhe më të pambrojtur, që në këtë rast është kombi Ukrainës. Nga ana tjetër kemi një skizëm të madhe që qoftë nga lufta e parë botërore, që nga lufta e dytë botërore nuk kemi parë të shohim një perëndim të fragmentarizuar si tash, që me ardhjen e presidentit Trump në zyrën ovale kemi parë që kemi një skizëm midis atij perëndimi kolektiv që njihnin deri
në momentin që Trump shkeli në Shtëpinë e Bardhë. Dhe në këtë aspekt, kjo ndarje nuk e maksimizon fuqinë e perëndimit, patjetër që e fragmentarizon dhe patjetër që Europa është e pamundur që t'ja dalë, ashtu sikurse edhe historia ka treguar, që t'ja dalë për të fituar një luftë e cila mund të përshkallëzohet një luftë botërore e vetme pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë aspekt jam tepër skeptik për kapacitetet mbrojtëse, por edhe sulmuese të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe në raport me një luftë e cila mund të jetë edhe potenciale dhe pashmangshme muajt e ardhshëm, por që nga ana tjetër duhet të mësohemi edhe me retorikën e Putin, është një retorik maksimaliste si çdo lider autoritar apo diktator i cili kërkon që këtë deklaratë t'ia shprehë dhe ta le të themi ta përdori për konsum të brendshëm politik dhe më duket paksa e egzageruar sa që Vladimir Putin ditën e djeshme u shpreh që në momentin që neve startojmë luftën me Bashkimin Evropian apo me Europën, atëherë pas luftën nuk do ketë asnjë europian për të negociuar me të, pra paralajmërojnë në thonjza një luftë edhe përtej luftës konvencionale. Në fakt, Evropa gjendet përballë detyrim përcaktimit për të riarmatosur, po problemi më i madh nuk janë parat, po janë burimet njerëzore të munguara të Europës. Pra duket sikur ai vrulli evropian për luftë ka rënë pas luftës së dytë botërore dhe kjo tani e vendos në një pozitë shumë të vështirë Evropën. Patjetër pasi duke krijuar një ideologji e cila ishte kundërt me nacionalizmin, pra kryer një ideologji globaliste dhe duke u përpjekur që me atë postulatin kryesisht majt që një ekonomi e fortë për një nacionalizëm dobët arritën në këtë pikë ku të rinjt nuk gëzojnë një identitet kombëtar, patjetër nuk gëzojnë një identitet nacionalist dhe të jenë të gatshëm që të mbrojnë atë e tyre. Kjo gjë ka ndodhur rëndomt edhe në Republikën e Shqipërisë, ku ka një mungesë theksuar rekrutësh të cilët kërkojnë që të marrin pjesë në forcat e armatosura shqiptare. E në fakt as nga ekonomia nuk janë mirë, meqense ishte ajo një ekonomi e fortë për nacionalizëm. Patjetër europianët kanë një ekonomi më solide, patjetër pa krahasueshme me Republikën e Shqipërisë. E fundit që dua të diskutojmë bashkë një çështje shumë e tensionuar është ajo midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelës. Duket sikur po përgatitet një pushtim i Venezuelës, por nga ana tjetër kemi edhe tensione politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dislokuar mos gabojmë në atë luftanien kryqëzorin Gerald Ford në Karaibe, kanë bllokuar dhe hapësirën ajrore të Venezuelës. Po nga ana tjetër OKB është shprehur se veprime të tilla apo të ngjashme mund të jenë, po themi, në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare në një farë mënyrë. Ti si e ke parë këtë, sa serioze të duket ty në thelb? Se mua ç'është e vërtetë nuk më duket shumë serioze. Duket parë, duke informuar në kanale të ndryshme perëndimore. Shohim qartë që është një situatë tepër e tensionuar për aq kohë sa Venezuela është një vend i cili i ka hapur të katëra dyert për ekonominë kineze, pra për investimet kineze. Mos harrojmë që pothuajse komplet përveç Argjentinës e gjithë Amerika Latine është kryesisht ideologjikisht e majtë, edhe kjo edhe për shkak të kolonializmit që kanë vuajtur këto kombe. Nga ana tjetër shohim një seriozitet në lëvizjet ushtarake amerikane, të cilat shprehin qartë që neve është çështje kohe që neve të sulmojmë Venezuelën, por që objektivi i Donald Trump me aq sa jemi të mundur të lexojmë është rënimi i regjimit të Maduros, që ai e konsideron si një regjim i të lidhur ngushtë me narkotrafikun. Kemi parë edhe pamje teksa anije që neve realisht nuk e dim se çfarë mbartin ato anije, janë goditur me urdhër të sekretarit të luftës tashmë, sepse më parë ishte sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, me akuzën se kanë qenë trafikant të lëndëve narkotike. Tashmë nuk e dim, patjetër që e dim fuqinë operuese ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është shteti më i fuqishëm ushtarakisht në botë, por duhet thënë që venezuelianët duken të vendosur për rezistencë, nuk e dim se sa mund të rezistojnë, por që nga ana tjetër mund të themi që Venezuela duket një shtet i cili
i cili është tepër problematik për interesat amerikane në raportin e luftës ekonomike që po përballen amerikanë tashmë në lidhje me Republikën Popullore të Kinës. Dhe më duket afër vërtet koha që mund të kemi ndonjë sulm surprizë apo ndonjë sulm kirurgjik, ashtu siç mund të shprehim nga ana ushtarake, thjesht për të rrëzuar regjimin e Maduros dhe mbase për të implementuar ndonjë regjim të ri, por me syt nga perëndimi, jo më nga lindja. Aty gjithashtu ka dhe personel ushtarak rus në Venezuelë, po pyetja ime fundit është qëllimi, rrëzimi i regjimit Maduros lidhur edhe me narkotrafikun apo nafta? Nafta e Venezuelës, që është vendi më i madh naftmbajtës në botë. Kjo është pyetje tepër e lehtë, patjetër që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa ekonomik dhe duke qenë se Donald Trump nuk operon më me doktrinën Truman, e cila kërkonte shtrirjen e influencës amerikane drejt Europës dhe në vendeve aziatike, tashmë Donald Trump operon me doktrinën Monroe, e cila kërkon një Amerikë hegemoniste, edhe pse është hegemoniste, por kërkon një thellësi hegemonizmi në Amerikën qoftë veriore, por qoftë edhe në Amerikën jugore, pra në Amerikën latine. Mos harrojmë që këto ndërhyrja në Venezuelë, qoftë se do kryhet, ka pasuar me disa deklarata të mëparshme të presidentit Trump në lidhje me një pushtim të mundshëm të Kanadas, në lidhje me një pushtim të mundshëm të Groenlandës, dhe më pas në ndërhyrje në lidhje me marrjen në menaxhim të kanalit Panamas, i cili ishte një kanal i cili i mundsonte anijeve kineze një tregti mjaft fitimprurse në raport me republikat në Amerikën Latine, dhe patjetër që Donald Trump tashmë po merr apo le të themi po merr hapin drejt një goditje potenciale drejt Venezuelës, jo për ta pushtuar, sepse nuk besoj se Shtetet Bashkuara të Amerikës funksionojnë në këtë raport, sepse është e pamundur edhe fizikisht që të pushtosh një vend, të paktën në ditët e sotme, por për të rrëzuar regjimin e Maduros, regjimi i cili shpreh qartë që do rezistojë edhe ushtarakisht apo edhe në luftë guerrilje në raportet e shdrejta ushtarake që kanë dy vendet. Por mos harrojmë që është interes tepër i madh edhe ekonomik për Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu siç shprehet ju, është një nga vendet kryesore naftmbajtëse në botë dhe për fat keq është një nga vendet më të varfra për sa i përket GDP-s, edhe pse ka një masë të madhe nafte ku e gjithë industria venezueliane përmbahet dhe fitimet e saj nxjerr nga shitja e naftës. Mirë, Marlin, pa të marrë më shumë kohë, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet. Faleminderit juve, goni ishte kënaqësi. Gjithashtu. Mirë, ishim me ekspertin dhe studiuesin e marrëdhënieve ndërkombëtare, Marlin Laçi, folëm për disa zhvillime të rëndësishme, po themi nga fronti i luftës në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Venezuela, ajo se çfarë pritet të ndodhë me vendin e Amerikës së Jugut. Mirë, ishte ky aktualitet edhe për ditën e sotme, ne do të jemi sërish nesër, deri atëherë vjoni qëndroni me NTV.